Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës ka hapur dyert për ekspozitën e radhës të nxënësve të shkollave nëntëvjeçare, të apasionuar pas pikturës. Këtë herë kanë qenë 30 tablot e Jona Pedoshatit, 16-vjeçares nxënëse e vitit të dytë në një nga shkollat jo publike të Durrësit, që kanë mbushur sallën e QKF-s me plot ngjyra e dritë. E apasionuar prej vitesh pas artit të pikturës, adoleshentja dursake ka sjellë në tablot e saj shumë çka nga bota e saj e brendshme, pasionet e saj, por dhe mjedisi që e rrethon dhe që ndihmon të frymëzohet për të shprehur talentin atë lajo. Për hapjen e ekspozitës së parë jam frymëzuar në mjedisin që më rrethon, kultura, traditat dhe zakonet shqiptare, me disa elemente tradicionale dhe disa elemente moderne. Për hapjen e kësaj ekspozite do doja të falenderoja familjen time, e cila më ka mbështetur që në moshë të vogël për ndjekjen e këtij pasioni që un kam për pikturën. Do doja të falenderoja profesor Arjan Plakun, i cili më ka shtyrë të ndiqja këtë ëndër, jo vetëm për kërcimin, por të shpreh kreativitetin tim në të gjitha fushat e jetës që kanë lidhje me artin, imagjinatën dhe kreativitetin. Gjithashtu do doja të falenderoja dhe mësuesen time Zysh Santana Devole. Për drejtoreshën e QKF-s Stella Feshti, nisma e ndërmarrë nga institucioni drejtuar prej saj për të hapur dyert për artistët e rinj të Durrësit është një mundësi më shumë për nxënësit e talentuar në artet pamore të ekspozojnë punimet e tyre para artëdashësve të qytetit, por dhe bashkëmoshatarëve të tyre. Tashmë është bërë traditë që në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Durrës çdo javë ne hapim ekspozita dhe promovojmë artistë të rinj, piktorë të talentuar. Kjo është ekspozita e tretë që vjen pas Rej Mullës, Mikael dhe Mikea Amilli. Sot hapim ekspozitën ngjyrat e para të Jona Pedoshatit. Besoj se është një nismë shumë e mirë që bën Qendra Kulturore e Fëmijëve për të promovuar këtë talent. Ekspozita e 16-vjeçares e Jona Pedoshati do të jetë e hapur deri ditën e premte.